ishte detyra e tij dhe e partisë që ai deton për kaq vitesh për ta bërë të protestë. Se bëri dot asnjëherë, protesta shpërtheu vetë, do të rishpërthej në të ardhmen, për aq kohë sa qeverisja nuk do gjej realisht mënyrën, antidotin, çfarë duhet të bëj së pari administratës setrore, pastaj Partisë Socialiste, si mekanizmi që ushtron pushtetin në të administratë, për të përgjigjur më shumë qytetarëve. Nuk them që do të zbulojmë një botë të re, të mbrojtshkulla, propagandë, por të bëj korrigjimet e duhura që të ndihet në qytetarët. Qoftë dhe tu thjesht të mbështesit si me një deklaratë publike SPAK-un për çështjet e tokave në jug, për shembull. Do ishte një e parë. Ashtu si ka marrë shpesh herë SKAS. Ndërhyrja, s'ka mund si të unë thash mbështetje. Thash mbështetje. SPAK-u ka të gjitha mekanizmat, duhet. Jo, unë thash mbështetje. Ashtu si shpesh herë kanë sulmuar, në 2025 nga qenë shpesh, ta mbështesin një herë, nuk do ishte gabim. Kryeministri vetë ka bërë, duke thënë që ne kemi krijuar, por i referohet krijimit, i referohet 2016-ës. Tani ne nuk e kemi haruar si që e vota në 21 korrik 2016-ës. Ne nuk e kemi haruar debatin që është bërë shpesh herë për gabimin që bën ata gjyqtarët e kushtetuesës që nuk e quajtën palishëm për disa element kushtetues, se ju ishte premtuar kalimin dhe pastaj mbrapa e hëngrën. Tani histori që i din njerëzit në Tiranë. Pra, shumë mirë që mburemi që e krijojmë ne SPAK-un, dhe ashtu është në tema teknik, por SPAK-u nuk ka gëzuar mbështetjen pa kushte, le të themi dhe shpesht dhe të gjatë të gjerë në kohë të qeverisjes. Shpeshherë është akuzuar në temuar, ndërkohë që akuzat i mirëpresim dhe do të ishin teknike në ase konkrete me detaje. Nuk ka qenë tillë, ka qenë në nivelin politik, pra ka qenë si një luftë. Ai komisioni Xhafa e kështu perceptuar. Ato debatet në kuvend, kryesisht mes disa pak eksponentëve në dëm të SPAK-ut, kështu janë perceptuar në publik. Të dalin me deklaratë ku thënë që ne e mirëpresim punën hetimore të strukturës prokurisë posaçme për të ndëshkuar. Nuk është deri tipo sinjal politik? Jo, është pazar. Është pazar. Jo, nuk thas bëjmë pazare, se hajmë prapë ne të gjithë bashkë. Themi